Liberalizimi i vizave. Shikues të nderuar, do të flasim për një çështje të kohës, e cila pas kësaj kohe nuk do të jetë e kohës, mirë po për momentin është tema aktuale e kohës. 10 herë përmend fjalën kohë. Nuk ka rëndësi. Jo ka rëndësi sepse je fytyrë publike, je moderatore dhe nuk mundesh më jap fjalës veç hajt çashtu ka shkon si lopa baglen. A jemi apo nuk jemi të gatshëm të shëtisim lirshëm nëpër botë? Unë ju. Pse? Se jenë ato ja marru një nipit një shpi, diçka se ato së më lidhen bashkë heq kur qysh punë si vjetë. Nëse dhe nuk e pa fjollën për ty personalisht a je i gatshëm me shëtita jo, po në përgjithësi, a jemi të gatshëm si shoqëri me shëtit në Evropë. Se peltura. Cila është pjesa e keqe e izolimit? Për cilin izolim e keni fjalë? Jo, na s'kena shku hala te izolimi, domthonë një ndërtim i vrazh një herë i shtëpi se mas ne jemi. Jo për izolimin në shtëpisë të aty nipiton, po që a jemi të lirshëm të shëtisim nëpër botë? Po normal që jemi të lirshëm të shëtisim nëpër botë, pse kush po thotë që nuk mundemi. Po normal se ky jeton në Preshevë. Jo, unë jetoj në Prishtinë. E çysh pra mundesh me shëtit pa vizë, më fat lutem. Aplikon për vizë, pret në termin 3 deri në 6 muaj dhe merr vizën. Ose se merr hiç. Po tash ty merr as merr, nëse ty nuk ta japin është problemi yt. Po në parim e merr vizën. Am rrafsh më po i. Për mu vizat janë liberalizuar moti. Domthonë ti kon të shefsh e sheh nëpër Evropë, nëpër vendet e Evropës tu bo foto. Unë s'di ka motrën po dalin ata, ndoshta maleve ju. Edhe për mua është njëjtë, domthonë unë e ndaj mendimin e ty. Për mua vizat janë liberalizuar moti prej atij momentit kur kanë dalë me shampan dhe kanë festu. Pep të lutna, a bën më na lëshu videon që të bindet. There are now on average less than 100 arrivals a day. Zotni, unë që një muj jëm të prit për një termin në ambasadë Zvicrës. Sinqerisht për i them, nuk e di për cilin shtet jeni të folë. Zotrote, sot qytetarët e këtij vendi ecin lirshëm. Unë javën e kaluar mora bashkëshortën, fëmijët dhe dolëm për një fundjavë në për shtetet ndryshme evropiane. Fillimisht shuam në Berlin, pastaj në Hungari dhe një gjysmë ditë në Bukuresht dhe mund të them me përgjegjësi se kaluam vërtet një fundjavë bashkë. Mirë, po vjen mirë. Po keni udhëtuar me viza, po? Po me vizë patjetër. Ku e ke marrë vizën? Po në ambasadën gjermane se ku, frigorifer. po besoj që ke prit në rend për me marrë. Po normal që duhet presësh në rend, se çdo gjë ka një farë rendi, se pa rend nuk është një farë lloj bereqeti, siç thot miku im në streti. Nëse të s'po duam me një detaj se na kanë ardhur hunç me këto viza. Sepse nuk e kena bo venin, përse ta hall kilujn bëthas me neve. Për çfarë vene je të fol? Për çfarë? Më fal. Për çfarë veni je të bol? A pëtin që e ka flet më rëbur? Ngëm, mas pari nuk e kena shtliru vet. Apo merr vesh. Kur u kon me luftuin am shefin 10.000 grave, të kanë shtliru tjertë, tash ata ta lëshojnë qeshme në sa dojnë. Kuptu? Po, veç po të betona që viktima kish pas shumë a shumë. Pa, çana ke kallëzu. Po normal që lufta prodhon viktima, nuk cill lele ka lufta. Që të gjam mirë që po tham. Me njerë mas luftës, ngaj shumë mas gjona shumë të kota. Mas dë shpihuna, mas dë kot, urime vëlla për hajru, shliru, s'kena pas njerëz të përgatitun që mirën me çështje konkrete. Apo merr vesh. Na nuk i kena kry detyrat tona. Për shembull në Kosovë, ka papunësi, nuk gjen punëtor me punu. Ka në Kosovë gjona që janë këtë panevojshme. Domethënë të shkel kerri në zeber, edhe çka ndodh kur gjë. Në Kosovë. Veç pak se duna me ndërhy. Për çfarë detyra je të fol? Ma konkretisht. 100.000 detyra e obligime na presin, o ti dashamir. O ti dashamir, ngom ti mu, bota me ta dasht miren, a din qa kishin bo? Nuk ishin marrë me ty me ndo tokë, e me marrë me sene politike, po kishin thonë, ndëgjëm ne, për me hi në Evropë,
doni me rregullu cilësinë e ajrit. Për me hinë në Evropë, doni me ngrit nivelin e shkollimit. Për me hinë në Evropë, po akademi, doni me shnosh popullin e juj. Leve, mas fal pa lidhe, mas fal pa lidhe. Po, pse po fol pa lidhe, qysh me shnosh? Qysh me shnosh, marrë me t'i dhonë vaksina këtë popullit? A, qka e ka fol pa lidhe? Ti, marrë dhe ta 5 vitrës ty me ta pruajnë e pasër a qka? Po normal bre se duhet me ta pru. Apo dën edhe na mu integru në Evropë, edhe ata duhet me kontribu për këtaj. Pa lidhe, kjo shumë është pa lidhe kjo që e ka folti. Shumë është pa, mu vjen keq shumë që truni jetë me nën kështu. Po ti me nën qashtu. Ja, truni jetë me nën kështu. Truni jetë me nën. Veç pak. Evropa neve na dën edhe ata sytë su një qelin pa neve, veç këta dine. Bem boni njëri mu. Tha kryetari i komunës të Evropës, tha në momentin e parë që ti qelë sytë, tha ka me alëshu një sy hartës të Kosovës. Be, bëj ke njëri o burë, bëj ke njëri, tha veç mos u qelshin hartat e Vatikanit, tha se keni me marrë vesh që kretë bota e ka prej ardhen për shqiptarve. Bëj ke njëri, tha Bill Clintoni, tha e ka prej ardhen për fshatit të panicet të pushtë. Apo kuptën? Këto, do me thonë, prej që është Evropa, ti as një shqiptar kur nuk e ke pas që e ka bo një ekses dikun në Evropë. Dilshin me dhe deklarata, ja, shqiptari vret gruan e vetë, ato e në propaganda këtë shtetit fëqin këtu. Shqiptari nuk e vret shqiptarin. Shqiptari nuk që ndorën gru. Shqiptari mas pare asalti nuk ka. Shqiptari e ka lapsin, shqiptari e ka një blok, e ka dijen, shqiptari dhe do krype marrë me veti se i duhet. Bani be filani, tha Kushneri ka priardhje kosovare. Qysh ja, mëre? Saksisht. Merkel e ka priardhjen pej Hancit. Tom se i e raj mas nej. Me fjalë të tjera, kjo çfarë po bën Evropa me ne është njëjtë sikur ajo çfarë bën nëna për fëmijën e vet. Fillimisht i jep gjë, pastaj e njofton me botën dhe pastaj e obligon që t'i kryejë detyrat, sepse secili njeri, secila shoqëri duhet t'i kryejë detyrat e veta. Dhe ne nuk i kemi kryer. Çfarë detyra? Me sa po shohën, ne nuk jemi njerëz që bëjmë detyra. Unë e pa bëjmë të qushu plaka gojës, bashkë të kalzojnë e ti çfarë detyra, çfarë dasi. Po ja, javën e kaluar, rëk bendi i njohur si e pa të jamnin, speci kuq i nxehti djeks nuk u lejuat futet në Kosovë. Red Hot Chili Peppers e ka emrin ai bendi. Pak puna është interesante Red Hot si e pat. Pra ky grup nuk u lejuat futet në Kosovë dhe unë për këtë çështje e përgëzoj doganierin e Kosovës. Sepse nuk i japi mundësi, sepse ai s'kishte vizë dhe nuk mund futet në Kosovë kushdo kur ti tek kur ti qohet. Më fal, duna me të korrigju. Red Hot Chili Peppers po betona që jo Kosova apo nuk e din as Ballkani ku është një ndër bendet më të mira që ka. Atëherë bendet më të hitë. Pse tentoj të futet në Kosovë atëherë? Më fal, është fake news, është lajm jo i vërtetë. Ja, në ka fake news. Ja, është. Që po të kalzojnë në informat tjetër, në vitin 2001. Dhe me thonë, Ali Ballausha nuk e lejoj të futet në Kosovë bendin lag. Wet, jo lak. Wet, ka emrin bendi. Po dhe hani për këthet i tanë ditën, sot. Une po të kalzoj që ka kemi bo na për Kosovën. Hajde kalzoj ma ti mu një rast në Kosovë, kur ka ndodhur rasti i fundit në Kosovë, kur shqiptarin ngredojnë shqiptarin? Në vitin 1964. Kalzoj ma ti mu kur një Zvecran e vret Zvecranin? Sot, ndoshta edhe në këtë moment kur po flasim. Kalzoj ti mu kur ka ndodhur në Kosovë me hi dikush në punë me të njafshëm? Kur? E në Francë? Çdo ditë. Kalzëm ti mu kur ka ndodhur në Kosovë me u bo një vrasje mos mos gjinë fajtori? Kur? Na e kapim lepurin me kerë me kush që keri e ka servizin e rregullt. Kalzëm ti mu a ka fajde në Kosovë? Jo. Kalzëm ti mu a ka gazetarë që janë ndikuar prej politikës? Nuk ka. Kalzëm ti mu mos ti ma anejesh, mos ti se këtë bën me dyshun kualitetin dhe cilësinë e Kosovës. Ajde, okej, masi jemi këtu tash. Kalzëm ti mu. Te tret këtu. Qysh kemi donë pisa? Lëm kena donë. E pse, pra? Se o kone dile, oj bull. O kone dile. Edhe ti nuk mundesh ka detat dilen me shtin në test, para sa bojt para meshës. Se nuk janë gatshëm ata, normal që dalin keq. O, qifsh me dresën, sa me thonë tjetër? Hamut ha. Hamut. Ashtë gati më kry se duhet me shku edhe kom i marrë dhe mobilje, do kauqat e mobilje dhe karë. Edhe kom terminin për vizë. Këta japi ty vizën kur, heq, mot hasë japi që ti vizën. Kur? Atëherë shikojës të ndëruar natën e mirë.
Që qa po thamë, kur një tes mos më ndërhy. Ti nuk ki nevojë. Nuk ki ti, Nuk ka më zërni. hes ta. Ti e ki mendimin tënë, unë e kam mendimin tëmë. Ti hes Ama ki po mendim, thëmë, ti mendimi ytë Djebë se një e thartë ti ti. Nuk ki vlerë. U kry. Hajde mës. U kry hamomi. Veç kisht. Nuk, ndoshta nuk. Jo, U kry, Petri hajde. nuk kry mendim. Oj zogo, jedek me vija, oj zogo, jedek me vija. Ai ke pa shoqete mia, ai ke pa shoqete